të nxënësit një dikim e kom se qunin vetë, një qun e kum pas e la ndërprejti shkollën, ndikun vitin e parë këtu, edhe erdhi tha nuk du mo me vazhdu shkollën, edhe murën seriozisht e mura agresiv. Edhe mes ju ngjita agresiv, e mori me dhunë, pa dhunë edhe ka njerë nuk përdoret. Nuk përdoret dhunë fizikisht, po dhunë psikikisht pak. Po? Edhe sot e ka shkollën e mbarune, sot punon polici në Austri, është i vetmi fëmijë të e kom, edhe në vetmi në Austri, në gras të Austrisë, është polic. Wow. Shumë mirë, po m'vjen mirë që... Ma bon muë para një muë të babi çfarë na fakë, çfarë fati pata. Fatin, mi thonë çfarë fati të paratita unë të përgjigja, po nuk e paratita ashtu, me thash po çfarë fati që s'ka pri. Nuk ka fati, ka njerë duhet edhe prindi. Po gjithmonë të prindi, nuk ka faj mësuesin, nuk ka faj as shkolla, as kush për vetë prindi. Sa ka qenë për ty e vështira ajo periudhë kur e ke pa që në fëmija jote në një farforme? Qatë fëmi, edhe gruaja ishken dilken pozitën keqe, po edhe vetë ishken pozitën keqe, kur erdhe ta kom tërprej shkollën, nuk du me shku shkollë. Ku do të bëj? Çka do të bëj? Ku merr diçka, çka do të tregom? A ke menduar ndonjëherë që fajin e kanë arsimtarët apo mësuesit? Po, njëherë kom shku në ledhen e prindiv, ma bon thot që ditë ka mungue, ti e kishe ndalë për arsyën tonë, i thash çfarë datë më tregoni, i thash jo, unë se kom dalë, po fëmijën kanë edhe prindi nuk bon me mblue, po i thash jo, pas kanë gënjë këtu ne. Tamon gënjeshtër pas ka bo. Edhe i erdhi turp edhe qunit, po më vike turp mi thonë para qunit, po pa tjetër u duke, mës me jam luar. Sigurisht, po. Edhe mos ka gëgjuar me gënjë, edhe sot ka hec për tjetër të fatin e pata. Jo fatin, po e pata dhunën, pak e agresive kum për tjallë. Po më vjen mirë që të shpërbly në një farë forme mundime, sepse nuk është e vështirë me pa fëmijën që do me lënë shkollën në rast. Ashtu ne, është e pak gjithmonë prindit të mëmon me fëmijën. E saktë është kjo. Nuk kam mësues i paj. Zotëri, shumë faleminderit. Ju